Adetarizmi ishte lejtmotivi i penës së spikatur të Filip Shirokës në poezi dhe në publicistik, pasi u besua kryesia e shoqërisë vëllazëria e shqiptarëve në misirë, vargëzoi mallin për tokën nam, heroizmin e Skënderbeut dhe kushtrimin për liri ndaj zgjedhjes turke. Më 3 gusht 1859 lindi në Shkodër veprimtari i rilindjes kombëtare Filip Shiroka. Ashtu si kundër edhe bashkosit e tij, përcolli përmes krijimtarisë jahonën e thirrjes për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare dhe për pavarësinë e Shqipërisë. I mërguar fillimisht në Liban e më pas në Egjipt, Shiroka qëndroi në dijeni të zhvillimeve në atë dhe bashkëpunoi ngushtësisht me figura të vyera për kombin, sikurse ishin Fejko Nica, Andon Zako Çajupi dhe Nikolaj Ivanaj. Si zëri shqiptarëve në Liban dhe në Egjipt, poetizoi mallin për vendlindjen në përmbledhjen Zani i Zemrës me lirikat Shkota Dallëndyshe dhe Dallëndyshe Eja, ndërsa publicistikën e lëvroi kryesisht në numrat e revistës Albania, ku publikoi mbi 70 poezi dhe proza.